nuk jam djerë e fyer nga ajo që u tha dje nga kryetari i grupit tuaj parlamentar, sepse njerëz me veprime si të ti e turpërojnë parlamentin, por jam djerë e lënduar për mënyrën se si kryetari i kuvendit e menaxhoi situatën, që në mendimin tim e menaxhoi shumë keq, në mënyrë të turpshme, dhe me mos distancimin nga ana të paktën të grave deputete të Partisë Socialiste për atë që u tha në foltoren e kuvendit. Më vjen shumë keq që zonja Voksh është ndjerë e ofenduar dje. Nuk e di nëse asaj ka ardhur po kaq keq sa unë kur kolegët e saj paturpsisht do thoja përdorin vazhdimisht epitete nga më të ndryshmet, sidomos asociuar emrit tim. Nuk e di nëse jam e sigurt që vajzat e saj janë ndjerë shumë keq dhe më vjen edhe më shumë keq për këtë. Nuk e di nëse ajo ndonjëherë është ndjerë keq që vajza ime 3 vjeçare do shohi videot në internet se si kolegët e saj i referohen personit tim si një frymëzues për ata që sot vuajnë dënimin nëpër burgjet e Shqipërisë dhe se si Miss Burgu lidhet sot me emrin tim më shumë se çdo atribut tjetër që un kam në shoqëri.